Bleta ka pasur shumë sfida në jetën e saj, por atë asgjë nuk e ka ndalur që të ecë përpara. Ka lindur dhe jeton në Gjakovi përket komunitetit egjiptian dhe pavarësisht këtij fakti, ajo ka ecur e sigurt në jetë. Ajo që mua më ka shtyr të studioj drejtësinë ka lind pikërisht nga diskriminimet e ndryshme që ka ndodhur kudo në shoqëri, prandaj edhe kam vendosur këtë rrymë. Dihet që 10 vjetët e fundit kjo gjendje ka filluar të përmirësohet dhe gjithashtu rinia ka filluar që më tepër të shkollohet, mirë po unë ju kisha apelu të gjithëve që shumica prej tyre t'i adresojnë problemet e tyre në vendet përkatëse, sepse nuk mjafton vetëm shkollimi ose edukimi i lartë pa i adresu problemet e tyre. Aktualisht është sekretare e Partisë së Re të Egjiptianëve të Kosovës dhe ka besim të plot që me angazhimin e saj në politikë ky komunitet do të integrohet në shoqërinë kosovare ashtu siç edhe kërkon koha. Kom punu gjithashtu në disa organizata të ndryshme, kohëve të fundit dhe në pjesën e si praktikante në USAID dhe të avokati popullit, mirë po kam vendosur të hyj politikës për arsye se gjithçka varet nga politika dhe për vetë faktin që kemi nevojë për ndryshime dhe risi dhe diçka pozitive për me sjell një ndryshim më pragmatik. Por ndryshe në të gjithë Kosovën mendohet se jetojnë 11.500 banor të komunitetit egjiptian dhe vetëm në Gjakov jetojnë rreth 10.000 prej tyre. E Bleta është një nga femrat e suksesshme në të gjithë Kosovën.